vetëm një javë nga zgjedhjet lokale dhe nga votimi masiv për fitoren madhështore të lëvizjes vetëvendosje të numrit 105 dhe të kandidatit tonë për kryetar Ramiz Rustaj. Mirë se u gjej këtu në klinën e lumejve që bashkohen në drinën e bardhë, në klinën e ujvarave të Mirushës e të Dresnikut antik, në klinën e Muj Krasniqit të historisë të Lavdis, në klinën e njerëzve punëtor e krenar, në klinën që meriton ma shumë e shumë ma mirë dhe në klinën që pas 12 tetorit do ta ketë qeverisjen që i takon dhe e meriton atë të vetëvendosjes me profesor Ramiz Rustaj. Bashk e kemi bërë vetëvendosjen fituese në Klinë dhe në gjithë Kosovën. Dhe bashk është koha që Ramiz Rustajn ta bëjmë kryetar të Klinës, që ta kthejmë komunën ka zhvillimi, dinjiteti e progresi. E tash e ftoj kryetarin e ardhshëm, profesorin e nderuar Ramiz Rustaj, që të më bashkangjitët mua këtu në skenë dhe të mbajnë një fjalë para jush. Investimet strategjike dhe përkraja për biznesin lokal. Do të kemi parkingje nëntokësore dhe menaxhim i pronave publike. Do të ndërtojmë një parking nëntokësor dhe do të ofrohen hapësira publike private për investime. Mbështetje për bizneset e reja. Bizneset të cilat regjistrohen për herë të parë do përfitojnë lirimin nga disa taksa komunale gjatë vitit të parë të aktivitetit të tyre, duke krijuar kushte për zhvillim dhe konsolidim të biznesit lokal. Në fund të sallës, po valën flamuri këmëtorë. E këtu në rresht të parë, midis jush e në balë e kemi Valën Hotin, kryetar në ardhshëm komunës Malishevës. Me Valën Hotin, Malisheva ngrihet lartë. Fitoria e Valën Hotit është fitoria e Malishevës. Fitoria e Malishevës është fitoria e Republikës Kosovës. E kur Valoni thot, ujë për çdo shtëpi, për çdo fshat e për çdo lagje, ai nuk po premton ëndra, ai po garanton një të drejtë themelore. Dhe unë si kryeministër, në emër të qeverisë Republikës Kosovës, e them këtu para jush që ky premtim do të bëhet realitet, sepse një Malishev pa ujë për ambistri, bujqësi e industri është një padrejtësi që nuk tolerohet më. I nderuari Valën Hoti, kandidat i yni dhe kryetar i ardhshëm i komunës Malishevës. Por sot jemi mbledhur edhe për treguar që Malishevës i duhet përparimi, i duhet zhvillimi, i duhet barazia dhe qeverisja e mirë dhe e pa korruptuar. Dhe pikrisht Valoni është njeriu i duhur për cilë edhe përparim komunën e Malishevës, edhe zhvillim, edhe qeverisjen shërbim të qytetarëve. Të dashur qytetarë, sonte zemra e Kosovës rroh në Malishevë. Sonte kjo komunë është bërë kryeqyteti i shpresës, i guximit dhe i ndryshimit. Gjithandej lagjeve fshatrave kemi parë në sytë tuaj shpresën dhe entuziazmin për ndryshimin e madh. Ju, me pranin tuaj e me duart tuaja të ngritura, me zërin tuaj të fuqishëm, po dëshmoni sot se me 12 tetor Malisheva do të flas me vot
do të flas me dinitet, do të flas me bindje. Në bashkëpunim me KOST dhe Qeverinë e Republikës Kosovës, do të ndërtojmë nën stacionin energjetik dhe kjo do të bëhet brenda 30 muajve të mandatit tonë. Asnjë shtëpi, asnjë familje, asnjë biznes nuk do të mbetet pa energji elektrike në Malishevë. Zëri juaj nuk mund të ndalet më. Flaka e ndryshimit është ndezur dhe ajo do të ndriçoj çdo cep të Malishevës. Malisheva ka vendosur, Malisheva ka folur, ndryshimi është i pashmangshëm, fitoria është e sigurt. 12 tetor është data, e diel është dita, 105 është numri fitores, lëvizja dhe vendosja është vula fitores, Albin Kurti është garancia. Ju faleminderit dhe miru pafshim në festën e fitores madhe me 12 tetor në ora 8:30 në Malishevë, aty ku të gjitha zemrat do të rrahin për fitoren e vendosjes, për fitoren e gjithë qytetarëve të Malishevës. Faleminderit e miru pafshim.